إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في النار أجارنا الله وإياكم من النار أما بعد siç edhe e lajmëruam xhamatin me nderuar dhe vëllezërit të cilët i duam për të Allahut, do të fillojmë një mësim të ri me temë Gjawamiu al-Ad'iyati an-Nabawiyya, përmbledhja e lutjeve pejgamberike i shehut të nderuar Abdurazak Al-Badr, Allahu e ruajt atë, i dhënë atij jetë gjatë, e bëft të dobishëm për umetin e Islamit, edhe na mundsoft të përfitojmë nga këshillat edhe orientimet e tija të dobishme. Shehu Allahu e ruajt, sigurisht dhe pas mëshirë për ta, edhe pse është gjallë, ka trajtuar një temë tepër të rëndësishme dhe tepër të nevojshme për jetën e besimtarit, e cila është duaja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë duau huwa al-ibada. Pra në hadithin e saktë autentik thotë duaja ajo është adhurimi. Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij fisnik thotë wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. E nëse që të pyesi robët e mi për mua, vërtet unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet mua. Dhe thot Allah i lartësuar, wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dhe ka thënë Zoti juaj, më lutni që të përgjigjem ju. Vërtet ata që bëjnë arrogant ka shi adhurimit tim do të hynë në xhehenem të poshtruar. Dhe çdo musliman i cili i ka ndjekur gjurmët e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ka studiuar dhe ulëmtuar dhe mësuar mirë biografinë e tij, e di se jeta e profetit ton sallallahu alaihi wasallam ka qenë mbushur plot para me lutje, të cilat bëjnë pjesë e asaj që ai thot utitu jawami al-kalim. Pra Allahu lartësuar e veçoi të pejgamber dhe përzgjodhi dhe i dha atij 5 gjëra që nuk janë dhënë pejgamberit përpara tij. Prej tyre thot më janë dhënë fjalë përmbledhëse dhe gjithë përfshirëse. Dhe prej këtyre fjalëve përmbledhëse dhe gjithë përfshirëse janë dhe duat dhe lutjet e tij fisnike. Pa unë bërko vazhdoj me parathënien e autorit, pra për të kuptuar shkakun e shkrimit të këtij libri. Thot shehu Allahu e ruajt, të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut Zotit të botëve. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç Allahut i vetëm dhe i paortak. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij. Lëvdata shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë shokët e tij. E më pas, kjo është një përmbledhje
shkurtër e dobishme që përmban një përzgjedhje të një grupi prej lutjeve të përgjithshme profetike, duke trajtuar gjithë secilën lutje veçmas me detaje, thot shehu, për urtësinë dhe kuptimin e saj, sqarimin e udhëzimeve dhe orientimeve të saj, me shpresën që kjo të ndihmojë në dhënien më tepër rëndësi ndaj tyre. Që do thotë se besimtari dhe besimtarja nuk mjafton vetëm që ti memorizoj në arabisht apo në gjuhën e tij lutjet profetike, por se duhet të di fiqhun, kuptimin e tyre, domethënien e tyre, rëndësinë e tyre dhe diçka prej mësimeve dhe dobive të tyre. Në të vërtetë thoshiu kjo ka qenë një seri të bimesh, pra mezhlisesh ditore, të prezantuara gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, para 4 vitesh në vitin 1442 të Hijretit, në kanalin në radio të Sunetit Profetik. Allahu shpërblet me të mira dhe me shpërblime më të plot ata që kujdesen për këtë kanal. Falënderimi takon Allahut, këto të bime thoshiu kanë pasur pranim të gjerë dhe shumë njerëz kanë shprehur dëshirën që të botohen dhe të përhapen. Pra kjo është cilësia e besimtarit. Si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e përshkruan besimtarit, thot la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Nuk beson plotësisht askush prej jush derisa do dëshirojë për vllajën e tij atë çka dëshiron për veten e tij prej mirësisë. Pra këta nxënësa dhe këta dëgjuesa dhe prezantuesa në mësimet e tubimit të shihut i kanë kërkuar atij që këto dobi që ata kanë përfituar nga dobimet e tij, pse jo të përgjithësohen dhe të jetë ortak gjithë ummeti në dobit që ata kanë përfituar prej tyre. Pra kanë shprehur dëshirën që të botohen dhe të përhapen në mënyrë që dobit prej tyre dhe rrugët për tek ajo të jenë më të larmishme. Dhe kjo është duke zbatuar urdhrin e Allahut Rasulit, i cili thotë: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Pra ndihmoni dhe bashkëpunoni mes jush në bamirësi dhe në devotshmëri. Thotë sikur lut Allahun e plotfuqishëm të lartësuar që të na jap sukses të gjithëve për lutje të mirë, shpresë të mirë dhe vepra të mira. Vërtet ai është dëgjues dhe i afërt që u përgjigjet lutjeve tona. Thotë dhe lëvdata e shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut qofshin mbi robën e dërguarin e tij profetin ton Muhammed, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë shokët e tij. Kapitulli i parë që ka vendosur shehu në këtë libër, pra me titull Përmbledhje e lutjeve profetike, është vlera dhe pozita e lutjeve të përmbledhura profetike. Vërtet që lutjet e transmetuara, pra duat, lutjet e transmetuara me të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej me to dhe u mësonte ato shokëve të tij, e përfshin të gjithë hajrin. Për shkak të përsosmërisë së tyre në përmbajtje dhe në kuptim, dhe për shkak se ato i përmbajnë të gjitha format e të mirës, fillimin dhe fundin e saj. Siç ka thënë nëna e besimtarëve Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe me tjatin, profetit sallallahu alaihi wasallam i pëlqenin lutjet e përmbledhura dhe i linte të tjerat përveç tyre. Këtë transmeton Abu Daudi në Sunenin e tij dhe Imam Ahmedi në Musned, po ashtu edhe Ibn Hibani në Sahihun e tij, Allahu mëshiroft ata. Transmeton po ashtu El Firyabi, një nga dietarët e Sunetit dhe të tjerë, nga Aisha nëna e besimtarëve, Allahu qoftë i kënaqur me të, se profeti sallallahu alaihi wasallam i tha asaj: "Pra dëgjoje këtë këshill një herë si pejgamberike dhe nga ky bashkort i devotshëm dhe imam i Davedit dhe mësues i ummetit, bashkëshortes së tij ose motrës së tij në Islam, dhe bashkë me të gjithë ummetit, i thot: Ja Aisha, alejki bi jawami ad-du'a. Allahumma inni as'aluka min al-khayri kullihi, ajilihi wa ajilihi, ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك ما قضيت لي من قضاء أن تجعل عاقبته رشدا.
Aleikum salam. I thot pejgamberi selam, o Aisha, përmbaju lutjeve përmbledhse, thuaj, pra lutje Allahun me këto fjalë: o Allah, ty të kërkoj të gjithë të mirën, të afërtën, pra të shpejtën dhe të largëtën, atë që unë e di dhe atë që nuk e di, dhe kërkoj mbrojtje tek ti nga e gjithë e keqja, e gjithë sharri, e afërta dhe e largëta, ajo që unë e di dhe ajo që nuk e di. O Allah, të kërkoj nga të mirat, të cilat i ka kërkuar ty, robi dhe profeti yt, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe kërkoj mbrojtje tek ti nga të këqijat, prej të cilave të ka kërkuar mbrojtje ty, robi dhe pejgamberi yt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. O Allah, të kërkoj xhenetin dhe çdo fjalë apo vepër që të afron tek ai. Kjo është mirësia më e madhe. Dhalika huwa al-fawzul azim. Kjo është fitoria madhështore. Kjo është dëshira e zemrave dhe shpirtave besimtarëve. Pastaj thot, dhe kërkoj mbrojtje tek ti nga zjarri dhe çdo fjalë apo vepër që të afron tek ai. Dhe të kërkoj çdo gjë që ke caktuar, pra ke bërë kader për mua, ta bësh përfundimin e tij udhëzim të drejtë. Si thot pejgamberi selam, thot, innamal a'malu bil khawatim. Veprat të varen nga ato përmbyllëset. Pra që i kërkon në fundin e kësaj duaje që t'i japi Allahu udhëzim në fund të jetës dhe përfundim të mirë. Allahumma amin. Pra ashtu e ka transmetuar El Hakim, porse në transmetimin e tij thot, o Aisha, lutë Allahun me gjawami e dua, me lutje për mbledhëse. Në transmetim tjetër, el kawamil e dua, pra me përmbaju lutjeve të plota, të përshosura. Kur u largova, thot Aisha radhiyallahu anha, në një prej transmetimeve, i thash: o i dërguar i Allahut, cilat janë ato lutje të shkurtra edhe përmbledhëse? E më pas ai përmendi hadithin. Në transmetim tjetër i ka thënë asaj: çfarë të pengoj ty që të marrësh nga lutjet përmbledhëse dhe fillimet e tyre apo çelsat hapës të tyre? Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë: ne, pra në kohën e pejgamberit selam, ishim që thoshim në namaz pas profetit sallallahu alaihi wasallam: selami qoftë mbi Allahun, selami qoftë mbi filanin, dhe fillonin e mërtonin Gjebrailin, Mikailin, Israfilin, melekët e me radhë. Një ditë profeti sallallahu alaihi wasallam na tha: vërtet Allahu është as-selam, paqëdhënësi i pajshmi, i përsosur në emrat dhe cilësitë e tij, dhe i përsosur në veten e tij. Andaj kur ndonjëri prej jush të ulet për në tashahud në namaz, le të thot dhe i mëson at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu, dhe mas drekës së tij thamë assalamu ala an-nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Fa idha qalaha ay al-'abdu fi tashahudihi asabat kull abdin lillah salih fi as-samai wal ard. Pastaj thoni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Pra pejgamberi selam i mësoi ata që në tashahudin e fundit të bëjnë këtë dua, siç e dëgjuam, dhe kuptimi i saj është at-tahiyatu lillah, pra përshëndetja e përsosur është për Allahun, dhe lutjet dhe çdo adhurim tjetër i pastër e sinqert. Shpëtimi i Allahut qoftë mbi ty i dërguar, dhe mëshira e Allahut dhe begatitë e tij. Shpëtimi i Allahut qoftë mbi ne dhe mbi të gjithë robët e devotshëm të Allahut. Dhe thotë pejgamberi selam, e kur ta thot njeriu këtë, ajo përfshin çdo rob të mirë të Allahut në qiell dhe në tokë. Qoftë ai melek, qoftë ai gjin musliman, qoftë ai besimtar apo besimtare që e veçon Allahun me adhurim dhe i bindet atij. Pastaj thoni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, pra dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut dhe dëshmoj se vërtet Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij. Pra përmbyll tashahudin tënd me deklaratën e tauhidit. Pastaj do të më selam, le të përzgjedh nga lutjet çfarë të doj. Dhe këtu gjej rastin që të përkujtoj se vendet
që Allahu subhanahu wa taala i ka veçuar për dua janë e para sejdja, pra kur robi është në sejdë, në sujud, dhe e dyta është tashahudi apo tahiyati i fundit. Ndaj nuk është me vend, thosh Ibn Taymini, që mbas namazit farz rob të prekupohen me dua, sepse u ka kaluar koha dhe vendi i duave. Koha e duave, si thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbi wa huwa sajid, fa akthiru wajtahidu bid-du'a. Robi është më afër me Zotin e tij kur është në sejdë, ndaj shtojini duat dhe pra hulumtoni dhe kërkoni që të bëri dua kur jeni në sejdë. Më pas është kur është në tashahudin e fundit. Pra si thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë? Thot pastaj, pra pasi që ka bërë tahiyatu lillahi salawatu tayyibat, e ka bërë dy dëshmit, atëherë thot le të përzjedh nga lutjet çfarë të doj. Kjo para dhënies së selamit. Po ashtu Imam Ahmedi në Musnedin e tij, Allahu mëshiroft, transmeton nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu se ka thënë vërtet të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam i janë mësuar çelësat e së mirës dhe përmbledhjet e saj, ose përmbledhjet e së mirës dhe çelësat e saj. Pra kjo ishte nga ato gjëra, ato veshuri dhe mirësi që e veçoi Allahu subhanahu wa taala këtë pejgamber nga pejgamberët e tjerë. Dhe thot Ibn Mesudi, dhe vërtet nuk dinim çfarë të thonim në namazet tona derisa ai na mësoi. Ai na tha, thoni at-tahiyatu lillahi wa salawatu tayyibat, pra deri në fund të tahiyatit. Dhe thot po ashtu Abdullah ibn Mesudi në një transmetim tjetër, siç ka ardhur tek Ibn Majah, thot Allahu i ka mësuar të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam duat hapse të mirësive dhe përmbledhset e tyre, ose përmbledhjen e lutjeve të mirësive dhe hapset e tyre. Dhe thot, ne ishim që nuk dinim çfarë të thonim në namazin ton derisa i na mësoi hutben e namazit, pra e ka quajtur tahiyatin hutbeja e namazit. Dhe çfarë hutbetul haja, pra hutbeja e nevojës, hutbeja hapse për xhuma, për aktet e nikaut, apo për ligjërat e këshillat fetare dhe për raste të rëndësishme dhe me peshë të veçantë. I ka quajtur khutbetus salah, tahiyatin e fundit, dhe khutbetul haja. Dhe thot Ibn Mesudi thot, khutbeja e namazit është tahiyatu lillahi wa salawatu tayyibat, pra deri në fund të tashahudit, ndërsa khutbeja hapse ose khutbetul haja është innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pra që kuptimi i saj në shqip është të gjitha falënderimet janë vetëm për Allahun. Pra kush është ajo krijesë e devotshme në faqen e dheut përpos pejgamberit selam, që në kaq pak rreshta të përfshi gjithë këtë mirësi, gjithë të mirësi dhe të përmbledhi pra gjithë këto dobi, siç janë tahiyatu lillahi salawatu tayyibat, pra tashahudi dhe tahiyati i fundit namaz, apo dobit që ka khutbetul haja, khutbeja e nevojës, khutbeja hapse e rasteve të rëndësishme. Kuptimi i saj në shqip është të gjitha falënderimet, lavdërimet janë vetëm për Allahun. Atë falenderojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej tij kërkojmë. Tek Allahu kërkojmë shtehim nga ligësia e veteve tona dhe veprat tona të këqija. Atë që Allahu udhëzon nuk ka kush ta humbas, dhe atë që ai e humbi nuk ka kush ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetëm e paortak, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe i dërguar i tij. Pastaj e vazhdonte hutben, pejgamberi selam thot me tre ajete nga libri i Allahut, të cilët janë ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, friksoni Allahut me një frikë të merituar dhe të vërtet, dhe mos disni ndryshe, pra mos të gjeni vdekja ndryshe vetëm se duke qenë musliman, pra të dorëzuar dhe nështruar tek Allahu. Dhe ajeti tjetër ku thotë i lartësuari wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Pra pjesa përmbytëse ajetit në surën An-Nisa është
dhe frikësojuni Allahut me emrin e të cilit ju përbetoheni dhe ruani marrëdhëniet farefisnore, vërtet Allahu shkurtëherë mbikëqyrës mbi ju dhe përmbyllte me ajetin ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pra ju që besuat friksoni Allahut dhe thoni fjalë të drejta, ashtu që ai t'ua përmirësoj veprat tuaja dhe t'ua fal gjunat tuaja, vërtet ai cili i bindet Allahut dërguarit i tij ka fituar me fitore të bujshme. Pra, këto ishin lutjet që pejgamberi selam u mësoi sahabëve pasi që i pa që luteshin nga vetja e tyre, bënin ijtihad me u lut sa më mirë qoftë t'i drejtoheshin Allahut me përshëndetje madhrimi dhe lavdrimi dhe qoftë luteshin për engjëjt dhe për gjithë besimtarët. Pra i mësoi hutben e namazit dhe mësoi hutbet el-haja. Në hadithin që përcjell Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë jam dërguar, thot bu'ithtu bi jawami'il kalim. E përmendëm dhe në fillim të mësimit, jam dërguar me fjalë përmbledhëse, gjithëpërfshirëse. Ka thënë një imam për imamlarve tabiinëve, mos gabohem, Allahu mëshiroft, Ibn Shihab az-Zuhri. Jawami'il kalim, pra fjalë përmbledhëse. Thot, sipas asaj që na është përcjell është se vërtet Allahu i përmlodhi atij çështje, pra dituri dhe urësi të shumta, të cilat shkruheshin në librat e mëparshme me një fjali të vetme apo me dy fjali apo të ngjashme me to. Ndoshta në librat pararendës në Teurat, në Injil, në Zebur, në Fletushkat e Ibrahimit, këto lutje kërkonin flet e kapituj të tëra. Allahu subhanahu wa taala ja përmlodhi këtij pejgamberi me një fjalë apo dy fjalë apo të ngjashme me to. Allahu akbar. Wa kana fadlullahi alayka kabira. Dhe mirësia e Allahut mbi ty Muhammed ishte e madhe. Pra kjo është prej mirësive dhe begative të Allahut mbi pejgamberin ton dhe së bashku me të për këtë ummet pejgamberan. Allahu akbar. Pra thë Sheikh Abdurazaku, Allahu e ruajt, për mbledhja e gjithë kësaj, pra gjithë tyre haditheve dhe fjalëve seleve që dëgjuam, është se ai sallallahu alaihi wasallam fliste me fjalë të shkurtra në shprehje, por me shumë kuptime. E tillë ishte edhe gjendja në lutjet që përcilleshin prej tij, pra në duat. Ati i pëlqente të lutej me lutje përmbledhëse dhe i linte të tjerat. Nga Abu Umama el-Bahili, Allahu shëti kënaqë me të, transmetohet se ka thënë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam bëri shumë lutje, thot, gjë sahabin, që sa i sinqert në atë që ka përcjell. Thot, dhe ne nuk mbajtëm mend asgjë prej tyre. Pra u lut gjatë. Sahabio dhe nuk mbajtëm thot mend asgjë prej tyre. Pastaj vazhdon hadithi, thot, ne i tham, o i dërguari Allahut, bëre shumë lutje dhe nuk mbajtëm mend asgjë dhe asgjë prej tyre. A i tha, alayhi salatu wassalam, a doni të tregoj për një lutje që i përmbledh të gjitha ato që sapo thash e si mbajtët mend nga urësia Allahut dhe mirësia prej tij? Thoni, Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammad wa na'udhu bika min sharri ma sta'adha minhu nabiyuka Muhammad wa anta al-musta'an wa alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tha, gjithë të lutje që bëra pak më parë, ju lutuni dhe thoni, çfarë? O Allah, ne të kërkojmë ty prej të mirave që kërkoj prej teje profeti dhe i pejgamberit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kërkojmë mbrojtje tek ti dhe strehim prej të këqijave nga të cilat kërkojmë mbrojtje prej teje profetit dhe pejgamberit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot, ti je ai që të kërkohet ndihmë, ti je dëgjuesi je dërguesi i shpalljeve dhe nuk ka fuqi për ndryshimin e gjendjes dhe as forcë përveçse prej Allahut. Pra nëse s'mbajtën mend, pra unë rreth këtyre gjërave jam lutur. Dhe mbani mend tha këtë esencën, këtë ajkën, këtë lutjen përmbledhëse timën, sallallahu alaihi wasallam.
E mbyllim të mësim me fjalën e Shaukanit. Shaukani, një nga dietarët e Yemenit, Allahu mëshiroft, ka qenë dietar sunni selefi. Shaukani, Allahu mëshiroft, ka thënë: nuk ka gjë më përmbledhse dhe më të dobishme se kjo dua, sepse nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam është transmetuar një numër i madh lutjesh të mira dhe është vërtetuar prej tij një numër i madh lutjesh të shumta e të bukura që duan bërë për kërkim mbrojtje nga e keqja. Ai sallallahu alaihi wasallam nuk ka lënë ndonjë të mirë në këtë botë apo në tjetrën pa e kërkuar prej Zotit të tij, dhe nuk ka lënë ndonjë të keqe në këtë botë apo në tjetrën pa i kërkuar mbrojtje dhe strehim Zotit të tij prej saj. Prandaj kush i kërkon Allahut të plotfuqishëm e të lartësuar prej mirësive që ka kërkuar prej tij profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe i kërkon atij mbrojtje nga të këqijat që ka kërkuar mbrojtje për tyre profeti sallallahu alaihi wasallam, ai ka bërë një lutje që nuk ka më nevojë për tjetër pas saj. Ai ka kërkuar të mirën në të gjitha format e saj dhe ka kërkuar mbrojtje nga e keqja në të gjitha format e saj dhe është nderuar duke vepruar sipas udhëzimit pra sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam drejt këtyre fjalëve gjithë përfshirëse dhe duave të dobishme. Mbaroi fjala e tij. Dhe thot Sheikhu Abdurazaku, vërtet çdo musliman ka për detyrë të njohë madhështinë e vlerës së lutjeve profetike dhe pozitën e tyre të lartë, sepse ato përmbajnë përmbledhjen e çdo të mire, dyert e mirësisë dhe çelësat e suksesit në këtë botë dhe në tjetër. E përmbyllim pra mësimin ose mbyllim me këto rreshta të bukur edhe këto dobi dhe këto perla nga këta dy dietar selefi, dhe i kërkojmë Allahut nga khajri i cili ka kërkuar prej tij profeti dhe pejgamberi Muhamedi alayhis salam në këtë botën tjetër. Dhe të ka i kërkojmë strehim dhe mbrojtje nga sherri pra nga e keqja, prej së cilës ka kërkuar strehim profeti sallallahu alaihi wasallam. Vërtet Allah është afër dhe i pranon dhe përgjigjet lutjeve tona. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.